Gjetja e 350.000 eurove të padeklaruara të fshehura në murin e shtëpisë së prindërve është një nga provat materiale për dyshimin e përfshirjes së tij në korrupsion të gjykatësit të apelit Gjoko Ristov. Ky rast është ndërlidhur me arrestimin e avokatit Fehmi Stafa nga mesi i dhjetorit i kapur me rishfet prej 50.000 eurove. Prokuroria për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk jep detaje nëse gjykatësi Ristov është lokalizuar apo mbetet në Rati, por thonë se vazhdojnë veprimet e aksionit të nisur muaj më parë. Në kuadër të një hetimi të gjerë i filluar pasi një avokat u dyshua për një vepër penale më 14 dhjetor, marrja një shpërblimi për ndikim të paligjshëm, po ndërmerren veprime intensive vazhdimisht, të cilat rezultuan në zgjerimin e procedurës në një gjykatësi nga gjykata e apelit në Shkup, i dyshuar për përvetësim dhe fshehje të paligjshme të pronës, për të cilën ka dyshime se është fituar, ndër të tjera, përmes akteve të korrupsionit dhe tregtisë së ndikimit. Autoritetet thonë se ky është një nga hetimet më të gjëra për dyshime për korrupsion të nivelit të lartë në vendin tonë deri më sot, i mbështetur nga informacionet dhe raportet e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare. Veprimet e koordinuara nga prokuroria po ndërmerren nga anëtarët e Departamentit për luftimin e krimit të organizuar të Ministrisë së Brendshme dhe Drejtorisë së Policisë Financiare, e cila jep detaje. Bastisja u krye gjatë fundjavës në negoti në shtëpinë e prindërve të një personi, gjykatës në gjykatën e apelit në Shkup, i dyshuar për veprën penale përfitimi paligjshëm dhe fshehje e pasurisë. Gjatë bastisjes, në një hapësirë të posaçme të ndërtuar fshehurazi në murin e ndërtesës, u gjetën dhe u sekuestruan afërsisht 350.000 euro, të cilat dyshohen se rrjedhin nga aktivitete të paligjshme që lidhen me korrupsionin dhe abuzimin me ndikim. Një javë më parë Ristov informoi se do të shkonte në pushim mjekësor pas së cilit nuk u paraqet më në punë dhe telefoni i tij celular nuk është përdorur për më shumë se një muaj. Krejt kjo ndodhi pasi u hap hetimi kundër avokatit Fehmi Stafa, i cili u arrestua pasi u kap me 50.000 euro rishfet, sipas dyshimeve për të ndikuar tek një gjykatës në apelin e Shkupit.